Këngëtari Meda ka njoftuar se nëna e tij ka ndruar jetë. Me anë të një postimi në story, Meda njoftoi të gjithë ndjekësit e tij se nëna e tij në moshën 69 vjeçare ka ndruar jetë. Në njoftimin e tij, Meda shkruan: "Bëna hallall nana ime e dashur, sa shumë të kam dashur, të dua e do të dua, do të kujtoj për gjithmonë. Allahu na bashkoft në xhenet, insha Allah. Të Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi. Me caktimin e Allahut, sot me datën 14/5/2025 ndroi jetë nëna gjyshja jon e dashur, Remzie Maliqi Përgjegjçaj, në moshën 69 vjeçare. E lusim Allahun ta ketë mëshiruar nënën tonë, e bekoj me xhenet, amin. Për varrim do t'ju njoftojmë me kohë", përfundon mesazhin e tij Meda. Por në anën tjetër edhe Luljeta Përgjegjçaj, gruaja e Medës, ka ndarë një story ku edhe ajo shpreh ngushëllimet e saj për vjehrën, duke u lutur: "Në lulat të xhenetit vjehra jam".